Pas përfundimit të numërimit të votave të diasporës, rezultati përfundimtar në qarkun e Lezhës konfirmon ndarjen e 4 mandateve për Partinë Demokratike dhe 3 për Partinë Socialiste. Vota jashtë vendit nuk arriti të përmbyste rezultatin total, por ndikoi ndjeshëm në rritjen e listës së hapur të kandidatëve të Partisë Socialiste, duke sjellë një ndryshim të papritur në përfaqësimin e qarkut. Me një diferencë të ngushtë votash, Partia Demokratike siguroi mandatin e 4 në Lezhë, duke mbajtur epërsinë minimale ndaj Partisë Socialiste. Por ndryshimi vjen brenda radhëve të Partisë Socialiste, ku vota preferenciale nga diaspora pritet të çojë në kuvent një deputet të ri, Admir Kadelin. Sipas të dhënave, Kadeli ka arritur të rikuperojë mbi 1145 vota preferenciale, duke kaluar në Kotogar kandidaten Marieta Neli, e cila vinte nga zona e Kurbinit. Edhe në këtë garë të brendshme, fitoreja erdhi me një diferencë të vogël votash, ndonse ende nuk është zyrtarizuar. Burimet pohojnë se Kadeli do të jetë deputeti i ri i Partisë Socialiste për Lezhën, ndërsa në Partinë Demokratike, krahas Agron Gjek Markaj, Elda Hotit dhe Gjin Gjonit, mandatin e deputetit arriti ta marrë dhe Kastriot Piroli si përfaqësues i zonës së Kurbinit. Tashmë pritet numërimi i votave individuale të diasporës për të patur një rezultat të qartë, por secilin kandidat në listë të hapur që ishte në garë në zgjedhjet e 11 majit në qarkun e Lezhës.